Unë jam Jorita Tabaku, deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Nuk është e lehtë lexosh lajmin që 2 fëmijë kanë humbur jetën, aq më tepër kur je vetë nën. Mirëpo lajmi s'kish mbaruar, e filloi spektakli. E nuk po flas tu për aksidentin, po flas për atë që erdhi pas tij. Për pamjet e transmetuara pa filtr, pa përgjegjësi, pa asnjë moment hezitimi, si t'ishte diçka normale, si t'ishte diçka e rëndomt. E ne duhet ishim duke folur sot këtu pse fëmijët tanë luajnë buzruke e jon parqe, pse njerëz të papërgjegjshëm lejohet qarkullojnë rrugët e qytetet tona pa kontroll. Por jo, sepse mediat tona u përqendruan tek spektakli. Kush e transmetoni pari, ekskluzive vdekjen. Çdo ditë unë shkoj në punë e një nga detyrat e mia është të mbroj lirinë e medias. E bëj këtë me bindje. Jo për të bërë punën, por me bindje sepse e di se çdo të thot një media e lirë në një vend që ka njohur censurën. Ne shqiptarët i dim mirë kostot e censurës. E dim sa e shtrenjtë është liria. Por sot unë dua t'ju them diçka që ndoshta nuk e them shpesh. Unë punoj që ta mbaj shtetin larg kontrollit medias. Por kjo kërkon diçka dhe nga ju. Kontrolli duhet të vijë nga vetë mediat. Ju zgjidhni, nëse dhimbjen e dikujt do ta trajtoni si mall për t'u shitur. Unë mbroj lirinë tuaj që t'informoni pa censur, por ju duhet ta vlerësoni e tregojeni profesional me atë liri, çdo ditë, me çdo pamje që zgjidhni të transmetoni e mos ta transmetoni. Sepse liria pa etik nuk është liri, është vetëm pushtet pa përgjegjësi. E kjo, miqtë e mi, e di që dëmton besimin te media më keq se çdo ligj. Unë e di që ka njerëz media që mendojnë publiku do ta shohë, do bëhet virale, po ka gjëra që nuk maten me klikime. Familjet e atyre 2 fëmijëve. Ato nuk zgjodhen bëheshin lajm, nuk zgjodhen që dhimbja e tyre të bëhej material transmetimi. Raportimi i aksidentit dhe investigimi i shkaqeve është informim. Por dhimbja është spektakël. E pikërisht ky është kufiri që nuk duhet kaluar. Dinjiteti njerëzor. E kur ky kufi shkelet, jo nga keqdashja, po ndoshta nga shpejtësia, nga kopimi, nga indiferenca, atëherë jo ligji, po ju vetë i bëni dëm lirisë. E prandaj unë dua t'ju kërkoj diçka. Jo si politikane, po si grua, si nën, si dikush që i ka pa ato pamje e nuk i heq dot nga syt. Bëjeni punën tuaj, po bëjeni me dinjitet. Sepse mbas çdo titulli e pamjesh ekskluzive është një jetë njeriu. E mbas çdo jete është një familje që nuk do ta harroj kurrë se si e trajtuat.